Vazhdojmë tani me përgatitjen. Sot po bëjmë gati një sallatë kremoze, por do ta bëjmë që duket pak më bukur dhe ta bëjmë atë më të përshtatshme për raste festive ose nëse keni mysafir. Kemi nevojë për mish pule. Në një tenxhere me ujë kam shtuar 400 gram file të pule, mish të bardhë. Mund të përdorni edhe kopshat e pules nëse keni dëshirë. Vazhdojmë që të ziejmë në zjarr mesatar diku afërsisht 20 minuta derisa mishi i pules të jetë zier tërësisht. Në këtë sallatë mua më pëlqen që të shtoj edhe vezë të ziera, sepse shkon shumë me mishin e pules. Në total do të ziej 4 vezë, për 7 deri në 9 minuta. Tani do të marrim disa pejtë të gatshme tortilla, i vendosim këtu në një pjatë më të madhe dhe me një thik të sprehtë i ndajmë kështu në mes, duke i ndarë në gjys. Pasi ndajmë në gjys, tani do të vazhdojmë që t'i mbështjellim në formë trekëndshe dhe t'i bëjmë të përshtatshme për mbushje. Në këtë mënyrë i rrotullojmë mirë. Pasi arrim këtu te pjesa e qoshit, tani do t'i mbyllim mirë që mos na hapen gjatë pjekjes. Për t'i mbyllur, do të përdorim rëmuesat. I vendosim kështu dhe pasi të pjekjen, i largojmë. Pra këto na duhen sa për t'ia ruajtur formën. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë një herë, i rendisim gjitha. Tani vazhdojmë pak që t'i lyejmë me një vezë, cilën e kemi rrahur mirë. Sigurohemi që t'i lyejmë mirë në të gjitha anët, që të skuqen mirë. Tani gjatë pjekjes të marrin ngjyrë të bukur. Ju kërkon ndjesë pak për rrëmujën mbrapa, por kur punojmë me susam, ashtu ndodh. Vazhdojmë tani që t'ju shtojmë susam në të gjitha anët. Dhe kështu duken gjitha pasi i kemi renditur në një tepsi për pjekje. Unë në total bëra 9 copë si kjo. Vazhdojmë që t'i pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë vetëm për 10 minuta. Dhe pas 10 minutave tortillat janë pjekur, sapo i kam larguar nga furra. Lejojmë të tofen diku 10 minuta, pastaj do t'i largojmë rëmueset dhe vazhdojmë që ta përgatisim krem sallatën. Tani që është zier mishi i pulës, e kam coptuar në copëza të vogla. Vezët e ziera do t'i bëj në rinde. Pasi shtojmë vezët e bëra në rinde, vazhdojmë që të shtojmë tranguj turshi. Unë këtu kam 100 gram tranguj turshi, por i kam bluar në blender shumimët, sepse më pëlqen kështu t'i kem në këtë sallatë. Vazhdojmë, i shtojmë brenda. Dhe ajo që do t'ja jep shijen unike kësaj sallate janë arat e bluara. Në total do të shtojmë 100 gram ara të bluara. Vazhdojmë tani brenda të shtojmë diku 200 gram majonez. Dhe përzijem mirë që gjitha produktet tani të na lidhen, na bëhen bashk edhe të fitojmë një sallatë të mirë kremoze. Majonezin mos e shtoni gjithën për më një herë, në këtë mënyrë do ta kontrolloni më mirë që mos ta bëni shumë të langshme sallatën. Mos e harroni krypën, kështu si bëra unë. Shtoni diku një lugë të mesme me kryp. Dhe tani vjen mbushja. Rëmueset i kemi larguar, tortillat janë ftofur. Vazhdojmë, i mbushim me sallatë. Dhe pasi mbushim me sallatë, vazhdojmë kështu që brenda të shtojmë shejk. Pjesët anësore ju kam shtuar pak majonez, sepse dua t'i bëj që duken më të bukura, duke i zhytur tani në majdanos të prerë imët. Njëjtë atë majdanosin e kam prerë në blender. Vetëm shikoni tani se sa të bukura që duken.